Partia Demokratike e Vlorës shprehet se ka mbështetur vazhdimisht protestat qytetare, duke theksuar se prej më shumë se një dekade ka ngritur të njëjtat shqetësime që sot po artikulohen edhe nga qytetarët në protestat e zhvilluara në vend. Kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, deklaroi se protesta që po zhvillohet është një lëvizje qytetare me johon kombëtare, e cila ka në qendër të saj kërkesat që lidhen me përmirësimin e kushteve të jetesës së shqiptarëve. Sipas saj, qytetarët po protestojnë për paga më të larta, rritjen e cilësisë së arsimimit, përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, si dhe për më shumë mirëqenie dhe mundësi ekonomike. Meçorapaj theksoi se Partia Demokratike nuk është tërhequr asnjëherë nga mbështetja e protestuesve dhe se prej 13 vitesh ka denoncuar problematikat që sipas saj vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Ajo u shpreh se kauzat e ngritura nga qytetarët janë më se të drejta dhe meritojnë vëmendje nga institucionet. Partia Demokratike, ashtu siç edhe nëpërmjet kryetarit saj dhe vendimeve dhe gjithmonë shprehjeve të tij, prononcimeve të tij, është gjithmonë ka qenë Partia Demokratike ajo që nuk është tërhequr asnjëherë. Sheshi përpara fillimit të protestave të kësaj lëvizje ka qenë sheshi i Partisë Demokratike. Prej 13 vitesh Partia Demokratike ka protestuar për të njëjtat kërkesa që protestohet sot. Por kjo protest është një protestë e fytyrave më të reja. Është një protestë që nuk bën bashkë vetëm demokratët. Është një protestë që bën bashkë të gjithë qytetarët shqiptar. Është kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe unë mendoj që çdo qytetar duhet jetë atje. Ne kemi qenë pjesë e protestës dhe do të vazhdojmë të jemi që të kemi angazhimin tonë. Përpara se të jemi njerëz politik, jemi qytetar dhe mendoj që kauzat e tyre janë shumë të drejta. Sot shqiptarët protestojnë sepse ka nevojë për një arsim më cilësor, që është baza e themelit të një shoqërie. Protestojnë për pagat, protestojnë për rendin, për sigurinë, protestojnë më së shumti për spitalet, për shërbimet shëndetësore të munguara. Dhe mendoj që ky është një emërues i përbashkët i të gjithë shqiptarëve sot. Kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës bëri të ditur se demokratët kanë qenë pjesë e protestës që ditën e parë të saj, por pas simbole apo flamuj partjak. Sipas saj, kjo është bërë me qëllim që protesta të ruaj karakterin e saj qytetar dhe të mos politizohet. Partia Demokratike ka qenë që në ditën e parë pjesë e protestës, jo me flamur, sepse nuk është organizim që bëhet nga Partia Demokratike. Por siç e theksova, ne jemi opozitar. Ne jemi kratyre sepse kemi të njëjtat kauza. Nuk është flamuri i Partisë Demokratike pjesë e asaj proteste, por në zhvillimet dhe në momentet duke u parë gjatë rrugës se si do të marri protesta, ne jemi qytetarë me drejtat barabarta për të protestuar, si çdo shtetas tjetër shqiptar. Meçorapaj shtoi se protesta duhet të shërbejë si një sinjal për institucionet shtetërore dhe qeverinë, të cilat sipas saj duhet të reflektojnë ndaj kërkesave të qytetarëve. Sipas Meçorapajt, zgjidhja nuk mund të vijë përmes përballjes me protestuesit, por përmes dialogu dhe dëgjimit të shqetësimeve të tyre. Unë mendoj që duhet të reflektoj politika aktuale, mendoj që duhet të ulet dhe duhet të negociojmë me të gjithë ata njerëz që protestojnë. Sot protesta nuk është luks. Kjo është një sfidë shumë e madhe, është një kërkesë e cila duhet me dojë mos të bëjë të reflektoj pushtetin. Sepse nëse nuk i shërben atyre që të kanë votuar dhe mbështetur për 13 vjet, kanë dhënë besimin për të ndryshuar jetën e tyre, ndërkohë që qeverisja ktheu në anë të kundërt monedhën, njerëzit, qytetarët, shqiptarët nuk marrin më shërbime dhe nuk kanë më një jetë cilësore siç u premtua, kanë të drejtën e tyre të protestojnë. Dhe unë mendoj që një politikëbërje e mirë është ajo që është krah njerëzve, jo krah karrigës dhe pushtetit. Kryetaria e Partisë Demokratike në Vlorë theksoi se pushteti duhet të ulet në tryezën e diskutimeve me qytetarët, të dëgjojë kërkesat e tyre dhe të ndërmarrë masa konkrete për zgjidhjen e problemeve që sipas saj kanë çuar në organizimin e protestave në të gjithë vendin.